Sot do të ndalemi pikërisht tek fuqia e fjalës së Perëndis. Fjala jote, siç lexuam tek Psalmi 119 vargu 105 thot: fjala jote është një llamp në këmbën time dhe një dritë në shtegun tim. Perëndia, po të shikojmë që në fillim tek Zanafilla, ishte pikërisht që Perëndia foli dhe u bë. Ju lutem, shkojmë së bashku tek Zanafilla, kapitulli i parë. Në fillim Perëndia krijoi qiellin dhe tokën. Toka ishte pa trajtë, e zbrazët dhe errësira mbulonte sipërfaqen e unerës dhe fryma e Perëndisë lëvizte mbi gjithë sipërfaqen e ujrave. Vini re. Perëndia foli, tha. Pastaj Perëndia tha, u bëv drita dhe drita u bë. Dhe Perëndia pa që drita ishte e mirë dhe Perëndia ndau dritën nga errësira. Vargu 6, dhe Perëndia tha. Edhe po të shikojmë në ditët e krijimit, Perëndia tha, foli, u krijua. Po të shkojmë tek Gjoni, kapitulli i parë. Shikoni se thuhet tek Gjoni. Koni që në fillim të vargu i parë, në fillim ishte fjala dhe fjala ishte me Perëndi. Dhe fjala ishte Perëndi. Ai, fjala ishte në fillim me Perëndi. Të gjithë u bën me anë të tij, fjalës. Dhe pa të nuk u bë as edhe një nga ato që janë bërë. Në të ishte jeta. Dhe jeta ishte drita e njerëzve. Dhe drita ndrit në errësirë dhe errësira nuk e kuptoi. Qenë një njeri i dërguar nga Perëndia. Emri i tij ishte Gjon. Ky erdhi për dëshmim, që të dëshmojë për dritën, që të gjithë të besojnë me anë të tij. Ai nuk ishte drita, por erdhi që të dëshmojë për dritën. Ai, fjala, ishte drita e vërtet që ndriçon çdo njeri kur vjen në botë. Ai, fjala, ishte në botë dhe bota u bë me anë të tij. Zanafilla, kapitulli i parë që sapo lexuam. Kur Zoti tha, foli fjalë, ai ishte drita e vërtet që ndriçon, vargu 9, çdo njeri kur vjen në botë. Ai, fjala, ishte në botë dhe bota u bë me anë të tij dhe bota nuk e njohur. Erdhi në të vetët dhe vetët nuk e pranuan. Por të gjithë atyre që pranuan, ai u dha pushtet që të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin të tij, të cilët nuk linden as prej gjakut, as prej vullnetit të mishit, as prej vullnetit të burrit, por prej Perëndisë. Dhe fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne dhe ne sot ditëm lavdinë e tij, si lavdia të vetëm lindurit nga Ati, plot hir e të vërtetë. Sa bukur po krijohet imazhi me fjalën e Perëndisë. Fjala e Perëndisë është e gjatë. Edhe Gjoni këtu do na thotë që fjala e Perëndisë është Jezus, sepse vargu 14 pikërisht këtë gjë po thotë. Dhe fjala e Perëndisë thotë, dhe fjala u bë mish dhe ndenjë ndër ne. Pra, kur Perëndia fliste, si mund ta shpjegosh këtë imazh në mënyrë fizike, domethënë që ta shikosh me syrin tonë. Kur Perëndia tha, le të bëhet dritë, Jezusi veproi, bëri dritë. Kur Perëndia foli dhe tha, le të ndahen qielli nga ujëra, dhe u bë ujërat dhe toka dhe kështu me radhë, u bë vepra. Tani, sa e rëndësishme është kjo fuqia e fjalës së Perëndisë, neve do të shikojmë këtë lloj mënyre të vepruari në jetën tonë, në ndërtimin e marrëdhënies tonë me Zotin edhe me njëri tjetrin. Tek Hebrejt, kapitulli 4, vargu 12 thotë, sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese. Ne sapo e pam këtë gjë. Më e mpret se çdo shpatë me dy tehe dhe deporton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Në këtë lloj mënyre, Perëndia na fton
gjithë se cilin për nesh kemi një marrëdhënie, më duket si e vogël për të përshkruar këtë lloj, por për shkak të fjalëve tona dhe fjalorit ton le ta quajmë marrëdhënie. Marrëdhënia jonë me Zotin fillon edhe do të mbaroj me Zotin. Jezusi, ne ashtu siç neve e dimë, edhe për shkak të mëkatit, për shkak të zgjedhjes tonë, ne ram në mëkat. Edhe kur jemi të tillë, Perëndia përsëri na deshi dhe dërgoi Jezusin. Nëse dikush do të pyeste kush është mrekullia më e madhe, në fakt mrekullia më e madhe është që Jezusi është i gjallë dhe ai jeton edhe na jep neve jetë. Kur Jezusi u kryqëzua edhe ai u ringjall, tregon për vërtetësinë e kësaj. Edhe nëse do të pyesim, po mirë, po këto besimet e tjera, çfarë tregojnë? Të gjithë ata që kanë folur me besimet e tjera, flasin për njerëz që mund të kenë qenë, por që nuk janë. Nëse ti do ndodhesh në një kryqëzi, edhe besimi ynë që ne kemi të krishterë, ne themi për Jezusi u kryqëzua dhe u ringjall. Edhe janë dy njerëz atje, të shtrirë ose të ulur duke ndenjë. Të shtrirë, se ata që një besim tjetër që është i vdekur, dhe besimi që është i gjallë për shkak se Jezusi jeton, këtë do të pyesim neve për drejtim. Atë që është i vdekur apo ata që është i gjallë? Besoj që kjo lloj pyetje nuk ka nevojë për përgjigje të mëtejshme. Besimi ynë është i bazuar pikërisht edhe te kjo gjë, sepse mrekullia më e madhe e njerëzimit është që Jezusi, që fjala e Perëndisë është e gjallë dhe veprues. Edhe na fton gjithë secilin prej nesh që të ndërtojmë këtë lloj marrëdhënie, këtë lloj miqësie me Zotin në një nivel tjetër, në një që nuk ka të bëjë me anën toksore. Marrëdhënia jonë me Zotin na fut pikërisht te ky nivel tjetër që në mënyrë automatike na ngarkon me një detyrë që jo vetëm që neve për veten tonë të rritemi, të forcohemi shpirtërisht, edhe të ndryshojmë, edhe të transformohemi. Po çfarë ndodh tjetër? Tjetër ndodh është që ti nuk mund ta marrësh për brenda vetëm për veten. Edhe pse do thonë? Në qoftë se neve kemi ardhur me të vërtetë ta njohim Perëndin 100%, jo të shtirë. Çfarë desha të them? Pikërisht me Hebrejnë kapitulli 4, vargu 12 që na thot fjala e Perëndisë është veprues. Edhe shiu sa vepruese është, që deporton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave. Dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Pra çfarë do të thotë kjo për ne? Do të thotë që në momentin që neve kemi hyrë dhe kemi një marrëdhënie me Zotin dhe kemi lejuar fjalën e Perëndisë të banojë tek ne, duke lejuar që të na ndryshojë, që të na transformojë, që të ripërtërijmë mendjen tonë, do të thotë që ne nuk jemi mekanik. Jeremia thot, unë nuk mund që mos të flas për Zotin, sepse fjala e Perëndisë është vepruese, dhe zgjedh edhe më djeg si zjarr për brenda. Edhe më duhet që ta ndaj në mënyrë që të gjej qetësi, paqe shpirtërore. Unë po e rifrazoj me fjalët e mia. Por kjo është ideja, në mënyrë, në qoftë se ti, unë do guxoj edhe të flas edhe ashpër, në qoftë se ti ose dhe unë
nuk kemi dëshirë për veten tonë që të lexojmë nga fjala e Perëndis, nuk kemi dëshirë që ta ndajmë atë më të tjerët, atëherë ne nuk kemi lejuar Perëndin që të veprojë me ne. Që në mënyrë të tillë që të jemi ndryshe, sepse nëse ti nuk nuk je ndryshuar, nuk je transformuar, ti dhe unë bashkë mund të vime dhe të mlidhemi bashkë me kishën që të adhurojmë Zotin, edhe mund t'i themi vetës tonë që jemi krishterë, mund t'i themi vetës tonë që jemi pagzuar, edhe për arsyet e sakta që neve i dimë, Jezus i kujzua u ringja, edhe ti je pagzuar duke u penduar, duke përfyer mëkatet e tua, në emër të Atit, të Birit dhe të Frymit të Shenjtë. Këto janë gjëra të bukura, të mira, biblike. Por nëse neve nuk e kemi lejuar që të punojë me ne, atëherë kjo fjalë do të ishte si, ju kujtohet ato shëmbëltyrat, një nga shëmbëltyrat e Jezusit që tregon për farën për tokën. Dhe Jezusi tha, kemi disa toka, tha, fara e Perëndis, fjala e Perëndis sillet në një tokë dhe shumë fishohet. Si shumë fishohet? Radh parë duke forcuar vetë, duke dhënë rrënjë vetë, duke zënë rrënjë mirë, dhe pastaj duke dhënë frut, duke ndarë me të tjerë. Kemi një tokë tjetër, thotë si toka në gurishte, bie fjala e Perëndis aty, kjo mund të përfshin ose përshkruan ose si ta thuash ilustron zemrën tonë. Një gurishte, bie fjala aty, nuk ka rrënjë të fortë. Vjen që në momentin që neve vime edhe pagzohemi dhe ndryshojmë jetën tonë, çfarë ndodh? Pra, u pagzuam, e morëm shpëtim. Por nëse ato rrënjë nuk janë të forta, të fuqishme, ato thahen. Edhe neve e shikojmë me njerëz të ndryshëm në momente të ndryshme largohen. Një nga pyetjet ose edhe një nga justifikimet që njerëzit nxjerrin është që nuk shkohat tek ajo kishë. Sa ta ky është kështu, ky është hipokrit, kjo është hipokrite, kjo bë këtë lloj sjellje, kjo këtë, ose ky më ofendoi mua, ky më preku mua, nga më të ndryshme. Edhe mund të dëgjojmë edhe të tilla justifikime të tjera që thonë që kanë dalë priftërinj që kanë bërë budalliqe. Kanë dalë dhe njerëz të tjerë që kanë bërë budalliqe. Por ama, unë dëshiroj të jap këtë lloj shpjegimi, nuk e di nëse do e pranoni edhe do ketë kuptim për ju. Neve, në familjet tona, edhe vetë ligji, kur të kap, ose të dënon, kur ndodh një çështje, një vepër penale, ai kap personin. Edhe sigurohet që nuk ka bashkëpunime, edhe ka vetëm një person, nëse ka bashkëpunime, e kap të dy. Me keni vënë re që ka ndodhur vrasje në këto kohët e fundit edhe këtu në Shqipëri? Familjet, vëllezërit, kanë dalë dhe kanë thënë, nuk dim gjë. Unë nuk jam i përfshirë, unë nuk kam gjë me këtë familje. Unë nuk e di çka ka bërë vllai im, unë nuk kam përgjegjësi për këtë. Apo jo? Dhe heq dorë. Dhe thot, është përgjegjësia e tij. Pra çfarë do të thotë kjo? Që përpara ligjit, X person që ka kryer këtë vepër do të përgjigjet me burgë kështu në radhë. Edhe e njëjta gjë edhe me këtë pjesë, kur dikush kryen një vepër mëkatare, duke baltosur fjalën e Zotit, duke baltosur besimin e krishterë që përshkruhet në Bibël, është e sigurt që do të marrin dënimin nga Perëndia, apo jo? Nuk e di, jemi dakord te kjo pjesë? Që është Perëndia që duhet ashtu. Por kjo nuk do të thotë që fjala e Perëndis është e keqe. Kjo nuk do të thotë që fjala e Perëndis ose besimi krishterë është i ligë. Ka mëson të lloj si thua ligësie. Mëson për shembull, ka vepra të ndryshme që janë në Bibël dhe janë të liga, që janë të përshkruar, janë të treguara aty, por që
nuk do të thotë që ato duhet të veprojnë. Për shembull, nëse mbani mend, nuk e di a ekziston, por e kam parë në televizor këtë. Ishte kishte një lloj besimi që drejtuesi, nëse mbani mend të Lotin dhe vajzat e tij. Mbasi ndodhi shkatërrimi i Sodomës dhe Gomorës, vajzat e tij u larguan në një vend largët me gjithë jatin e tyre. Edhe për një moment ato menduan që familja jonë do të shuhet. Edhe thanë, hajde ta drejmë babain ton që të shkojmë me të dhe në mënyrë që të ngeli shtatzane dhe të shumohet. Dhe ky drejtuesi thotë të njëjtën gjë, unë jam Loti, edhe hajde që të shumojmë kishën. Kjo nuk është biblike. Kjo është larg të vërtetës së fjalës së Zotit. Zoti e dënoi atë, pavarësisht se aty përshkruhet, tregohet për ne që neve ti qëndrojmë larg këtij. Për shembull, tek Romakët, në kapitulli i parë, po të dëshironi hapeni duke filluar që nga vargu 27, ja ta lexojmë së bashku. Flet edhe tek Sodoma me Gomorën, edhe një nga arsyet që Perëndia shkatroi Sodomën me Gomorën ishte që ata filluan, aty thuhet që të shkonin burr me burr, e grua me grua. E njëjta gjë edhe këtu tek Romakët. Vargu 22. Kjo është çfarë po ndodh sot në gjithë rrezullin toksor, ku njerëzit kërkojnë identitetin e tyre. Te kapitulli i parë Romakët, duke deklaruar veten të urtë, u bën të marr, thotë, dhe ndërruan lavdinë e Perëndisë së paprishëm në një shëmbëllim të ngjashëm me anë të një njeriu të prishëm, të shpendëve, të katërkëndshme dhe të rreshjanor. Që kërkojnë ta identifikojnë veten e tyre si gjëra të çuditshme. Prandaj dhe Perëndia e dorëzoi. Kjo është e frikshme, edhe kjo është çfarë po ndodh me këta njerëz që tregojnë, dalin në publik dhe thonë, i dorëzojnë në papastërti, në epshet e zemrave të tyre për të shndëruar trupat e tyre në mes vet atyre, që shndërruan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe adhuruan, i shërbyen krijesës në vend të krijuesit që është i bekuar për jetë. Amen. Prandaj, Perëndia e dorëzoi ata në pasionet e turpshme, sepse edhe femrat e tyre shndruan marrëdhëniet natyrore në atë që është kundër natyrës. Në të njëjtën mënyrë, burrat duke lënë marrëdhëniet e natyrshme me grua, u ndesën në epshin e tyre për njëri tjetrin, duke kryer akte të pandershme meshkuj me meshkuj, duke marrë në vetvete shpagimin e duhur për përdaljen e tyre. Dhe meqenëse nuk e quajtën me vend të njohin Perëndin, Perëndia i dorëzoi në një mendje të çoroditur për të bërë gjëra të pahishme, duke qenë të mbushur me çdo padrejtësi, kurvërim, ligësi, lakmim, rrëshqsi, plot sbir, vrasje, grindje, mashtrim, poshtërsi, thashë theme xhinj, shpifës, armiq të Perëndisë, fyes, bandjemdhenj, burravet, trillues ligësish, të pabindur ndaj prindërve e merat. Kur dikush del dhe identifikohet në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme dhe thotë që unë kam këtë lloj, jam kështu, siç po dalin edhe këta në publik dhe thonë jam gay, jam Zot na ruaj. Me këta njerëz, Bibla thotë Perëndia i ka hequr dorë, unë nuk mund merrem dot me X-in. Edhe kjo është gjëja më e frikshme që një personi mund të ndodhi, që Perëndia po thotë unë kam hequr dorë me ata dhe po e dorëzoj në epshet e tij, të zemrës së tij, të bëj çfarë do. Edhe prandaj dhe njerëzit janë çoroditur. Ka nga ata njerëz që kanë krijuar familje në mënyrë të natyrshme, ashtu siç Perëndia ka, burrë e grua, edhe Perëndia thotë shkoni dhe shumoni. Është bekim. Kur ti shumon familjen në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme. Imagjino ti nxjerrësh ta 2 burra në një ishull, edhe praktikojnë urdhërimin e Zotit që thotë shumoni.
ose dy femra në një ishull tjetër edhe praktikojnë pikërisht urdhërimin e Zotit dhe thotë shumë. E ne ta gjejnë të drejtën e tyre atje. Pra është një lloj çoroditje ku Perëndia ka hequr dorë. Ta konsiderojmë gëzim të madh vëllezërit e mi kur neve dëshirojmë gjëra të natyrshme, të perëndishme, duke kërkuar që të krijojmë familje sipas vullnetit të Zotit. Prandaj unë po përpiqem t'ju them pikërisht të gjë. Në qoftë se neve lejojmë fjalën e Perëndisë të veprojë në zemrat tona, në jetën tonë, në familjen tonë, ja juve jeni dëshmitar për fëmijët tanë. Argisin e kemi pasur në Çamarrokun, më atë që më krye ngritësin dhe të themi. Por ka momente që juve jeni vetë dëshmitar okular, ka momente që ai ulet edhe këndon fjalën në Zot. Këndon këngë adhurimi. Ka momente që është i vëmendshëm, ai është gjithkohës i vëmendshëm, por është i vëmendshëm kur neve e dëgjojmë që dëgjon lutjet kur jemi të gjithë së bashku, që lutemi dhe në fund thot amen. Çfarë do të thotë kjo? Që po rritet, pavarësisht se unë me Vosjanën mund të jemi edhe të lodhur, edhe të raskapitur dhe themi po. Por ama fjala e Zotit vepron. Lutjet veprojnë. Lutja është armë shumë e fuqishme. Pra neve duhet vazhdojmë të qëndrojmë të kjo pjesë, edhe ja çfarë desha të them dhe të theksoj gjithashtu është që mos të heqim dorë. Sepse ka njerëz fatkeqësisht nuk është për t'i fajsuar apo për të treguar gishtin, por është diçka e dhimbshme. Është diçka për ne që të shtojmë lutjet tona, kur dikush largohet nga kisha, kur dikush largohet nga Perëndia. Mua vetë personalisht unë nuk mërzitem që njerëzit largohen nga qyteti i Fier. Unë mërzitem dhe ligështohem kur njerëzit që janë larguar nga qyteti i Fierit janë larguar edhe nga kisha. Pra fjala e Perëndisë duhet të jetë e tillë. Shikoni çfarë thot Pietri. Mbasi të pastroni shpirtrat tuaj, thot, me bindjen ndaj së vërtetës, pikërisht për këtë që po neve po flasim së bashku, me anë të frymës, për të pasur një dashuri vëllazërore pa hipokrizi, të doni fort njëri tjetrin me zemër të pastër, sepse jeni ringjizur jo nga një farë që prishet, por që nuk prishet, me anë të fjalës së Perëndisë së gjallë dhe që mbetet për jetë. Ne jemi bërë një familje e re, ne vetë jemi rilindur në pagëzim dhe jemi një krijesë e re. Nuk është një farë që prishet. Nuk është si neve trupi ynë fizik që do të vinë një ditë edhe po e kuptojmë neve. Po na kërcasi kocka, po na dhem trupi, nuk e themi qa është muskulore apo është dhe i çu. Me kocka nuk e di si ta shpjegojmë ndonjëherë. Por ama rilindja jonë shpirtërore nuk është e kësaj bote. Nuk shkatron. Vargu 24 na thot, sepse çdo mish është si bari, çdo lavdi njeriu si lule e barit. Bari thahet dhe lulja bie, por fjala e Zotit mbetet përjetë dhe kjo është fjala që ju është shpallur. Ndaj neve sot kemi këtë lloj privilegji, këtë lloj bekimi kaq të madh që Perëndia është me ne, është me familjen tonë. Ky vit le të jetë një vit ku neve do të rizgjohemi, do ta forcojmë lidhjen tonë me Zotin, me njëri tjetrin, në komisie, edhe duke treguar të pastër, të gëzuar me njëri tjetrin. Sepse neve kemi privilegji shumë të madh të quhemi bijtë e Perëndisë. Ndërsa vim dhe kemi këtë lloj privilegji, këtë lloj bekimi, ne duhet lejojmë fuqinë e fjalës së Zotit. Sepse dhe Bibla dhe fjala e Perëndisë nuk është Bibla që neve kemi,
nuk është thjesht një libër që neve ta mbajmë në radhë, por është fjala e gjallë dhe vepruese e Perëndisë në gjithë secilin prej nesh. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë në gjithë secilin prej nesh. Zoti ju bekoj.